I lindur si një projekt industrial në zemër të Shqipërisë, Poliçani për dekada me radhë ishte simboli i punës dhe rinisë, themelimi i tij lidhet ngushtë me ngritjen e uzinës mekanike, një ndër më të rëndësishmet e kohës, e cila u kthye në motorin kryesor të zhvillimit ekonomik dhe social të zonës. Mbyllja e uzinës mekanike shënoi një kthes të fortë për qytetin dhe shumë familje u detyruan të largohen në kërkim të mundësive të reja, fillimisht drejt qyteteve të mëdha dhe më pas jashtë Shqipërisë. Poliçani përballet me një realitet krejt tjetër. Qyteti që dikur mburri me rinin, sot duket i boshatisur. Të rinjt janë të pakët dhe mungesë e tyre ndihet në qytet, në rrugët e tij, sidomos në pedonalen kryesore ku dominon prania e të moshuarve. Rinia janë jashtë. Këtu s'ka jetur. Ca çunat e shkollës, edhe të tjerët janë jashtë. Ku në Amerikë, ku në Greqi, ku në Itali, por rinia do punë. Këtu punë nuk ka për këta të rinj. Po këtu janë pensionistë ka ngel. Të rinjt janë shumë pak. Për çfarë arsye largohet të rinj? Për arsye të punës, s'ka punë. Ky është problemi. Aktualisht që flasim, me çfarë sigurojnë jetesën shumica e banorëve të Poliçanit? Me ndihmën e emigrantëve. Uzina që ishte, ajo është mbyllur, vetëm ajo ishte oksigjeni i qytetit. Sfida e sotme për Poliçanin mbetet rikthimi i jetës në këtë qytet përmes investimeve, hapjes së vendeve të reja të punës dhe krijimi i kushteve që të rinjt të kenë arsye për të qëndruar apo për të rikthyer.